Edhe në të menduar? Në të menduar jo. Qëse e Pra ti jesh me gruan tënde edhe të mendosh një femër tjetër? Mendja breth, mendja nuk e shebe, po... Mendja si a toleranti? Po jo, po mendja jo. Mendja breth, po mendja ka fre. Si ka mundësi që ti nuk ke tabu për të folur për këto tema me mua? Pse du t'jen tabu? Nuk ka arsye. Nga që njerëzit e kanë problem ndonjëherë të flasin për këto tema? Po janë gjëra normale, është vetë jeta. Jeta nuk është vetëm punë. Jeta është edhe riprodhim. Jeta është edhe dashuri. Jeta është edhe akt seksual. Jeta është gjithçka. Ku ka qenë vendi më i çmendur që ke bërë seks? Këtu është diçka që nuk mund t'i përgjigjem, se ka kufi. Okej. Po e kalojmë limitet. Ti je i poshtër, e ke ti përgjigjen, po s'do t'ma japësh. Jo të gjitha gjëra tregohen. Jo të gjitha tregohen? Ja, Pse? Ka sekrete. I ke mbajtur sekrete gruas? Ja. Asnjëherë? Asnjëherë. Ajo mendon që të ka mbajtur sekrete? Ndoshta unë them jo. Ti mendon jo? Po dyshime ke patur ndonjëherë? Ja. Pse? Asnjëherë, edhe në marrëdhënien time me gruan, unë kur nuk e kam ndjekur, nga pas se shumë meshkuj të tjerë që ndiqin gratë. Gruaja ime ka qenë mësuese, ka ndërruar kushtet e disa shkolla. Unë kur ndonjëherë nuk e kam shkuar. Ku punonte, ku e kishe klasën, edhe si bënde mohabet me shoqet ose shokët. Asnjëherë unë nuk e kam ndjekur nga mbrapa. Si ka qenë 97-a në Berat? 97-a në fakt ka qenë një vit goxha i mbrapsht, po edhe Berati ka qenë shumë i trazuar. Berati edhe Vlora ka qenë trazire madhe. Në 97-a, ra pushteti plotësisht, edhe e marrën në dorë bandat. Unë në atë kohë punoja që nga 95-a, kishë lidhur marrëveshje si agronom që isha unë, edhe punonim me dy firma italiane. Edhe provonim prodhime bujësore, perime, edhe i çonim në Itali. Kishim aty në Berat rreth 10 hektar sedha dhe 20 hektar tokë, po edhe në Lushe kisha rreth 100 hektar tokë që mbillin bishtaja, kunguj, domate. Pra vetëm me pjesën e bujqësisë? Vetëm me pjesën e bujqësisë. Edhe atëre ishte... Të kanë ndaluar ndonjëherë bandat? Atëherë u bë shumë e vështirë. Jo, mua nuk më kanë ndaluar bandat, por në përplasje me ato donin të vrisin një ortakun tim, edhe na goditën në makinë, edhe fatkeqësisht ato plumet, një plumë marron. Të kapi ty plumë? Po. Ku? Këtu të ka goditur? Po, hyri këtu plumi. Po? Edhe ka dalë. Dhe të ka dalë këti nga pas. Më vonë kam bërë operacionin se kisha copa. Plumi që kam zgjedhë, e kam të gati të paralizuar të kra. Të paralizuar, duket edhe sikur të ka dalë pak kocka. Po. Ka qenë fort ka qenë goditur? Po fillon të dyja kockat. Edhe ku më çonë më lanë në rrugat e të plagosër, i gjaku rodhi gjithë, ku nga vajtën në spital në 97-ën, kisha rrje dhe gjaku, dhe brenda, kur më thutën në salën e operacionit, nuk ishte gjak, se spitali isha hanë pa porta. Në momentin që më shikon një nga ta mjekët atje, po tha Engjëlli, tha, ne tha s'kemi gjak, ka gjë, unë pas më vonë, unë nuk di se çfarë bë. Ti humbet një jetë përfundim. Unë kisha bërë vdekje klinike. Kush të ndihmoi pastaj me gjak? Pastaj stafi atje, i mjekëve, më ripun prapë një jetë. Me elektroshok. Me elektroshok? Edhe me serum. Po gjakun? Po, në serumi atë munde që u rrit pak presioni gjakut, edhe ai gjak që kishte ngellë, edhe prapë një jetë. Po pse doni ta vrisin ortakun? Po doni ta vrisin sepse ky ortaku im kisha bërë një marrëveshje me ata, që na ço perimet në Durrës, se ishte vështirë që të çojë perimet në Durrës, ma unat. Edhe ai i kisha thënë unë dua kaq lekë, ky kishte thënë mirë, i kisha bërë marrëveshjen pa dinin time, edhe erdhi momenti ata donin lekët. Ne lekët nuk kishim marrë nga Italia, që to jepim atyre, edhe u kryo konflikt.
Kështu që këtë konflikt më mbrapa mbasi dola unë nga spitali, 5 ditë mbasi dola, e mbylla unë këtë konflikt. Si e mbyllë? Shkove dhe Po, folje me ta? bëra një marrëveshje me atë me shumë pak lek.